ka ecur mirë me procesin e numërimit të votave, sepse po shkohet avash edhe drejt fundit të gjitha kutive për të numëruar, kështu që Brikena Meta do të na jap detajet e fundit për ritmet e procesit të numërimit. Brikena, të përshëndes. Përshëndetje Enisida, në Gjirokastër ka përfunduar procesi numërimit në 3 qendra, në 3 KZAZ, në Memaliaj, Libohov dhe në Këlcyr. Në Memaliaj, rezultatet janë me 1.424 Partia Demokratike dhe 3.003 Partia Socialiste. Dhe aty kemi 27 qendra votimi, të cilat janë numëruar plotësisht të gjitha. Ndërkohë që shohim tani rezultatin për Libohovën, që ka vetëm 9 qendra votimi dhe rezultati është 768 vota për Partinë Demokratike dhe 1231 për Partinë Socialiste. Këlcyra ka 16 qendra votimi, 965 vota Partia Demokratike dhe 1702 i ka marrë Partia Socialiste. Ndërkohë që vijon numërimi në KZAZ-et e tjera, në KZAZ-ën e Tepelenës janë vetëm 4 kuti pa numëruar ende dhe shumë shpejt pritet që të dalë rezultati edhe në këtë KZAZ, ndërkohë që në KZAZ-ën e Gjirokastrës nuk ka nisur ende procesi numërimit, është njoftuar që do të fillojë pas orës 10:30 ndoshta, por do të presim se si do të vijojë, do të fillojë dhe se si do të ecë ky proces. Më ngadalë paraqitet procesi numërimit edhe në Bashkinë Tropull, ndërkohë që Bashkia e Përmetit duket se është në përfundim të procesit, kanë mbetur shumë pak kuti pa numëruar. Faleminderit Brikena. Faleminderit ju. Nga Gjirokastra